Në shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa është zhvilluar panajiri ushqimeve, një aktivitet i përvitshëm me karakter humanitar, i organizuar me angazhimin e nxënësve drejtuar nga mësuesit dhe me mbështetjen e madhe të prindërve, me qëllim krijimin e një bote më të mirë, me më pak varfëri dhe vuajtje. Tashmë në shkollën tonë është bërë traditë që në muajin maj të çdo viti të realizojmë panajirin biznesmenët të vegjël. Qëllimi i këtij aktiviteti është të mbledhim sa më shumë të ardhura për të ndihmuar familjet në nevojë. Falenderojmë drejtorinë e shkollës për bashkëpunimin dhe mbështetjen që na jep për realizimin e këtij panajiri. Gjithashtu falenderojmë fëmijët për angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë panajir dhe prindrit që kanë ndihmuar fëmijët në përgatitjen e ushqimeve. Në këtë panajir, nxënësit sollën nga shtëpitë e tyre gatime tradicionale shqiptare, ëmbëlsira të ndryshme të përgatitura me kujdes, si të fruta të freskëta të prodhuara në zonë. Të gjitha produktet u vendosën në tavolina të rregulluara sipas klasave në oborrin e shkollës, duke krijuar një ambient të gjallë plot ngjyra dhe aromë ushqimesh të shumta. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë bashkëpunimi mes nxënësve dhe argëtimi, ku ata jo vetëm ekspozuan produktet, por edhe i shitën ato vetë, duke përjatuar nga afër rëndësinë e punës në grup dhe organizimin. Ne kemi përgatitur ushqime të ndryshme dhe zarzavate. I keni përgatitur vetë? Po, të gjitha janë bio dhe të përgatitura vetë. Me lekët që ne kemi mbledhur do t'i çojmë për njerëzit në nevojë. Klasa jonë në këtë panajir ka përgatitur ushqime të ndryshme si trileçe, ëmbëlsira, kek, edhe fruta gjithashtu. Byrek, kek, kokoshka, zarzavate, perime. Keni pasur në pak shitje? Po, disa edhe i kanë mbaruar gjitha shitjet e tyre. Klasa jonë sot është paraqitur me ushqime tradicionale që janë si flia dhe të tjerat. Jemi paraqitur me fruta perime që janë lulestry dhe pjeshkat dhe të tjera. Ne kemi pasur shumë shitje sepse kanë qenë shumë të mira ushqimet tona dhe i kemi shitur. Vetë keni gatuar? Mendimin e prindërve. Në panajir morën pjesë edhe mësuesit dhe prindrit, të cilët kontribuan duke bler produktet e ekspozuara me qëllim mbështetjen e kësaj nisme vullnetare. Të ardhurat e grumbulluara do të përdoren për të ndihmuar personat në nevojë. Jemi në një mjedis shumë aktiv, shumë të bukur, shumë entuziast, ku përfshihen të gjithë nxënësit e shkollës, dikush me gatimet e tyre, dikush duke kontribuar me blerjen e tyre. Të ardhurat e të cilave do të shkojnë për bamirësi, një traditë kjo që bëhet çdo vit në shkollën tonë dhe ecën çdo vit e më shumë. Kjo do të thotë që është perceptuar më së miri dhe nga fëmijët, por dhe nga prindrit, të cilët pa bashkëpunimin e tyre nuk do kishim aq sukses. Është shumë e mirë, shumë motivuese dhe duhet merren gjithmonë nisma të tilla, sepse fëmijëve u jep zhvillim dhe u jep hapësirë, horizont, edhe i lidh me realitetin. Për mendimin tim është një nismë që jep edhe një kuraj të gjithë fëmijëve, për sa i përket organizimit dhe shitjes ose duke hyrë në botën e biznesit. Ne si prindër jemi munduar që t'i ndihmojmë sa do pak fëmijët që të dalin sa më mirë në panajir. Organizatorët theksuan se ky aktivitet nuk synon vetëm mbledhjen e fondeve, por mbi të gjitha edukimin e nxënësve me vlerat e solidaritetit, ndihmës ndaj të tjerëve dhe përgjegjësisë shoqërore. Mesazhi kryesor i panajirit mbetet se edhe një kontribut i vogël mund të sjellë ndryshim të madh në jetën e dikujt, duke dhuruar shpresë dhe lumturi për ata që kanë më shumë nevojë.